Çështja e ndërhyrjeve në kodrën e fshatit Mifor në njësinë administrative në Vosel po ngre gjithnjë më shumë pikë pyetje mbi bazën ligjore të punimeve dhe qëllimin real të marrjes së dherave nga kjo zonë. Pamjet e filmuara me dron tregojnë ndërhyrje të konsiderueshme në teren, ndërsa banorët e zonës prej kohësh kërkojnë transparencë nga institucionet përgjegjëse. Sipas tyre, fillimisht ndërhyrja është justifikuar si punim për sistemimin e një parcele që do të shërbente për zgjerimin e barezave të fshatit. Megjithatë, ata pretendojnë se nga kodra janë larguar sasi të mëdha dheu me mjete të rënda dhe kamion, duke ngritur dyshime se materiali po përdoret për qëllime të tjera. Nga përgjigjet zyrtare të institucioneve, rezulton se Agjencia Rajonale e Mjedisit Fier Vlorë Gjirokastër nuk ka lëshuar asnjë leje apo autorizim mjedisor për këtë veprimtari, pasi sipas saj këto kompetenca i takojnë autoriteteve qendrore, AKM-s ose ministrisë. Agjencia Rajonale e Mjedisit sqaron se nuk është organ miratues lejesh, por ushtron vetëm funksione inspektuese dhe teknike mbi subjektet që zotërojnë leje mjedisore. Mëtej, ARM bën me dije se për zonën e Mifolit rezulton vetëm një aplikim i depozituar i lidhur me ndërtimin e barezave të reja në fshatin Mifol. Njësia administrative në Vosel, Bashkia Vlorë, sipas këtij institucioni, nuk ka aplikime të tjera për marrje inertesh, gryerje toke apo veprimtari të ngjashme në këtë zonë. Edhe Bashkia Vlorë përmes drejtorisë urbanistikës konfirmon se nga verifikimet e kryera nuk rezulton të jetë lëshuar asnjë leje apo autorizim tjetër urbanistik që lidhet me gryerjen e terenit, marrjen e dherave apo kryerjen e punimeve të kësaj natyre në vendodhjen e konstatuar. Në anën tjetër, prefektura e Qarkut Vlorë ka kryer monitorim në teren, ku ka konstatuar praninë e disa mjeteve të rënda, eskavatorë dhe makina transporti. Në momentin e verifikimit, sipas institucionit të prefektit, mjetet kanë qenë të fikura dhe pa aktivitet pune. Prefektura sqaron se ka komunikuar me kryetarin e fshatit Mifol Kastriot Çobo, i cili ka deklaruar se mjetet e përkasin firmës ndërtuese të aeroportit të Vlorës dhe se materiali nxjerr transportohet për nevojat e këtij projekti. Pas këtij konstatimi, prefekti i Qarkut Vlorë është drejtuar zyrtarisht Bashkisë Vlorë, drejtorisë vendore të policisë Vlorë dhe IMT-së Vlorë, duke kërkuar informacion më të detajuar dhe të dokumentuar lidhur me aktivitetin në këtë zonë. Nga dokumentacioni administruar, rezulton se dhe kompania Vlora International Airport ka njoftuar IKMT-n për fillimin e punimeve të sistemimit të terenit për zgjerimin e barezave të fshatit Mifol. Në shkresën e saj, kompania deklaron se punimet kryen në kuadër të bashkëpunimit me pushtetin vendor dhe në interes të komunitetit lokal, duke u bazuar në një dokument të lëshuar nga Bashkia Vlorë, njësia administrative në Vosel. Sipas vijas, ndërhyrja konsiston në largimin e materialit të dheut, sheshimin dhe sistemimin e sipërfaqes së terenit, si dhe përgatitjen e parcelës për përdorim si hapësirë barezash për komunitetin lokal. Kompania deklaron gjithashtu se ka marrë përsipër rehabilitimin e rrugës së aksesit që lidh fshatin me zonën e barezave. Në shkresë, vija thekson se këto ndërhyrje nuk përbëjnë zhvillim ndërtimor dhe nuk përfshin ngritjen e strukturave ndërtimore, por vetëm punime sistemimi dhe përgatitje tereni. Kompania pretendon se punimet do të kryen pa kosto financiare për komunitetin, si kontributi i saj për përmirësimin e kushteve infrastrukturore në fshatin Mifol. Një tjetër dokument i bashkëlidhur lidhet me përgjigjen e Agjencisë Kombëtare të Mjedisit, e cila në përgjigje të kërkesës së vijas ka vlerësuar se projekti nuk duhet i nënshtrohet procedurës së vlerësimit të ndikimit në mjedis. Megjithatë, përgjigjet e institucioneve lënë të hapura disa pyetje thelbësore. Nëse nuk ka leje urbanistike për gryerjen tereni apo marrje dherash, me çfarë dokumentacioni konkret është kryer largimi i materialit nga kodra? Nëse aplikimi i vetëm lidhet me varrezat, është verifikuar nëse sasia e dheut të nxjerr dhe transportuar përputet me nevojat reale të këtij projekti. Dhe nëse materiali, siç është deklaruar nga kryetari i fshatit, përdoret për nevojat e aeroportit të Vlorës, a ekziston një akt zyrtar që lejon këtë transferim? Banorët pretendojnë se krahas premtimit për zgjerimin e barezave janë dhënë dhe angazhime të tjera për fshatin, si shtrimi i rrugës, ndërtimi i një fushë sportive dhe rehabilitimi i kanalit kullues, por sipas tyre deri më tani asnjë nga këto ndërhyrje nuk ka nisur. Ata shprehen se aktiviteti me mjete të rënda ka sjell plur, zhurma dhe shqetësim në zonë, ndërsa disa kamion sipas tyre kanë qarkulluar pa mbulesë, duke shpërndar materiale gjatë rrugës. Çështja e kodrës së Mifolit tashmë nuk është vetëm një shqetësim lokal. Ajo ngret dyshime për mënyrën se si përdoret territori, për mungesën e transparencës mbi dokumentacionin dhe për raportin mes një projekti publik si aeroporti dhe ndërhyrjeve në pronë apo hapësirë rurale.
Banorët kërkojnë që Bashkia Vlorë, IKMT, IMT, Policia e Shtetit, prefektura dhe institucionet mjedisore të kryejnë një verifikim të plot në terren, të bëjnë publike lejet, autorizimet, akte teknike dhe çdo marrëveshje të mundshme që lidhet me marrjen e dherave nga kodra e mifolit. Deri atëherë mbetet e paqartë nëse ajo që po ndodh në kodrën e mifolit është vetëm sistemim për vareza, siç pretendohet në dokumente, apo një shfrytëzim më i gjerë i materialit të terrenit për nevoja të tjera.